Albatros, ti ke parë protestat, i ke komentuar, ke një pozicion kritik me to. Përse je kritik me protestën, nëse kjo është ajo që duket nga jashtë? Unë jam kritik ndaj asaj që mund të cilësohet si mjet për artikulimin e një mbledhje qytetare. Tash mbledhja qytetare mund të artikulohet në shumë forma, dhe kjo protesta e prolonguar, në mendimin tim, nuk është rruga e duhur, nuk ishte rruga e duhur, edhe zhvillimet e fundit dëshmojnë që unë kam pasur të drejtë, sepse vjen pika kur humb durimi, vjen pika ku gjërat eskalojnë, vjen pika ku harrohet pse kemi dalë në rrugë. Domethënë sot 30 e ca ditë pas, njerëzit kanë harruar pse kanë dalë në rrugë. Domethënë nuk po merret më kush me pse kanë dalë në rrugë, sot janë hap disa tema të tjera, disa gjëra të tjera, të cilat në mendimin tim e rrezikojnë drejt për drejt stabilitetin e Republikës së Shqipërisë, funksionalitetin e Republikës së Shqipërisë. Edhe kjo për mua ka qenë ajo këmbana e alarmit, e cila mua më ka bërë që unë të dal me një pozicion kundër rrymës. Unë e kam konsideruar që dhe mënyra se si është trajtuar kjo gjëja nga mediat ka qenë shumë e papjekur, qasja adoleshente, domethënë ka qenë qasje oportuniste, qasje jo serioze, për shembull protesta është e bukur. Çka ka të bukur me një protestë? Nuk ka kurrë të bukur me një protestë. Vet akti i protestës. Jo, ndoshta e bukur që ta bëjmë pak diskutim me që jemi bashkë. E bukur në sensin që nuk është si protestat e PD-s, nuk ka patur dhunë, është e bukur në përmbajtje qytetare, në mesazhe, flamingot, mjedisi, antikorrupsionit etj. Po edhe protesta e tillë që thuti, edhe kjo në vetvete nuk është e bukur, s'ka kurrë të bukur me një protestë. Domethënë fakti që njerëzit protestojnë tregojnë që ka një arsye që i ka nxjerrë njerëzit në rrugë. Tash arsye mund të jetë legjitime, mund të jetë legjitime, mund të jetë fiktive, mund të jetë manipulative, mund të jetë e sinqertë, s'është më rëndësi. I kanë nxjerrë njerëzit në rrugë. Tash kur dalin njerëzit në rrugë, është momenti i diskutimit çka kjo prodhon, çka na solli këtu, si mund të dalim, edhe njerëzit në komentime sipër e harrun atë interesin kombëtar, interesin shtetëror, sepse gjithë thonë, këta që dolin në rrugë, ne po bëjmë për Shqipërinë, ata që mbrojnë institucionet, ne po bëjmë për Shqipërinë, media thonin ne po bëjmë për Shqipërinë, interesi i Shqipërisë aty diku humbi. Tash ti mund të kesh në një shoqëni pika kritike, mund të kesh oscilime, mund të kesh domethënë ngritje, ulje nga më ndryshmet, por stabiliteti i shtetit nuk do të mos sjell kurrë në pikpyetje. Nëse nuk e ke një formulë me anë cilës ti e siguron që çfarë do tranzicioni që ndodh, është tranzicion stabil në kuptimin përkundër asaj përshtypjes kaotike që tregon, domethënë ka një kalim natyror prej një barësit për shtetit e barësit tjetër, nuk ka rrezikim të funksionalitetit institucioneve, nuk ka rrezikim të imazhit shtetit e tjera. Ti atëherë eksperimenti është i suksesshëm. Përndryshe eksperimenti është i suksesshëm për pacientin e vdiq. Edhe mua kjo mua më ka penguar. Tjetra unë e kam parë që në fillim që për kësaj proteste në gjën e vet nuk do dalë diçka që ata njerëz që dolin në rrugë e kërkonin, sepse që një protest, një lëvizje qytetare të krijojë një goditje, një tronditje të madhe sa që pushteti të tërhiqet, të largohet e tjera, është një element shumë i rëndësishëm. Që në ditët e para të protestës është dashur të dalë një figurë, një sfidues direkt i Ramës, i cili thotë unë jam kryeministri në ardhje. Por lëvizje qytetare, Albatros. Jo, nuk është një lëvizje politike. Ndoshta mund të kthehet. Nuk e dim. Gjitha lëvizjet politike janë në thelbjen qytetare. Edhe janë organizime të qytetarëve. Dhe ata kur dolën, faktin që deklaruan vetveten që janë kundër establishmentit, me establishment nënkuptoi jo vetëm Partia Socialiste, po edhe Partia Demokratike, po parti tradicionale. Po parti tradicionale. Edhe atëherë është dashur të dalë me njëherë një figurë i cili thotë unë jam kryeministri në ardhje, njerëzit i përgjigjen atij, ta rrethojnë me trupat e vet, me angazhimin e vet, me energjinë e vet. Kjo nuk ndodhi. Edhe nuk mund të ndodhë kjo mas 6 muaj, si thonë disa, dhe ne kemi bë muhabetet e tilla. Përse? Ajo, ose del me njerë, ose nuk del fare, sepse është momentum, ajo është momentum, krijohet momentumi, edhe njerëzit i përgjigjen këtij personi, i cili faktikisht është një shprehje e bukur popullore, nxjerr bajrakun.
Do thotë unë jam bajraktari, njerëzit i përgjigjen bajraktarit. Kjo tradicionalisht ka qenë që në kohrat antike. Kjo nuk ndodhi, edhe kjo ka kohë, kjo lëvizje ka rshit tash në terrenin e Ramës dhe të Berishës. Kjo është terreni tradicional politik, me akuza kundër akuza, me hedhje gurësh, me gjëra, kjo është terreni që këta njohin mirë. Albatros, ti the diçka që shumë interesante, pra stabiliteti i një vendi, stabiliteti i Shqipërisë, mund të rrezikojë nga një protestë e tillë. Por nëse dalin qytetarët, a është interesi i vendit që të ketë ndryshime, sepse qytetarët janë ata që dinë më mirë interesin e një vendi apo jo? Unë nuk mendoj që protesta në vetvete destabilizon vendin. Por energjia kaotike rreth një proteste e destabilizon vendin. Sigur protesta të kishte dalë me një figurë, me një sfidues, me një projekt qartë politik, me një emër, mbiemër i cili dihet që njerëzit e dinë do është i pranueshëm për qytetarët e në radhë parë Tiranës, sepse Tirana është gjysma e Shqipërisë, edhe pastaj pjesës tjetër të Shqipërisë, gjërat do ishin ndryshe, sepse kjo në vetvete reflekton stabilitet. Domethënë, X-i, po vjen Y-i. Nuk ka vakum, nuk ka paqartësi, nuk ka që do ndodh, që do bëhet, a ti mojmë lek në bank, apo ti heqim lek nga banka, apo a të vazhdojmë investimin, apo mos vazhdojmë investimin. Kur njerëzit e dinë që X-i po shkon, po vjen Y-i, domethënë marrëveshjet sociale bëhen me Y-in, se çdo shtet ka një kontratë madhe sociale, po ka edhe mini kontrata sociale cilat bëhen me biznesmen, me intelektual, me media, me tjera, domethënë. Edhe tash kur njerëzit e dinë që po vjen Y-i, e gjitha shkon ridrejtohet te Y-i. Edhe ti e ke një tranzicion që dihet del ky, po futet ky tjetri. Po nëse del në ditët në vijim? Mendoj që momentumi është humbur. Është humbur momentumi, sepse në ndërkohë janë fut elemente të tjerë, është fut kjo ideja që po quhet, domethënë, e dhunës, sado që kjo që po ndodh tash, domethënë, nuk është ndonjë dhunë, kush e di. Si jemi dakord asnjëri. Po, nuk është ndonjë dhunë, kush e di. Nuk është në nivelet nuk është ndonjë dhunë, kush e di se çka. Një përplasje, tension, le ta quajmë. Nuk është se çka. Por edhe aq mjafton, sepse bjen në kolizion direkt me frymën e përgjithshme të kësaj proteste deri tash. Fryma e përgjithshme e kësaj proteste deri tash ka qenë pasore, presion, domethënë presion grandian, aty këtu ka pas elemente që edhe protesta vetë i ka pranuar se të infiltruar, që ka tentuar, por gjithmonë ka pas një mekanizëm që e ka kuru protestën. Ndërsa tash jemi në një terren krejt tjetër. Unë mendoj që momentumi ka humbur, kjo është fusha që Rama e menaxhon shumë mirë, edhe ti e vren edhe për një pike, për shembull, përderisa në ato javët kritike, unë isha budalloj vetëm këtë qytet, a u thonë tash ka shumë të tjerë. Në ato javët kritike, unë isha budalloj vetëm këtë qytet.